Atë nisur vjen faza finale e kampionatit, ndeshja e parë me Ignatian, si e prisin, cilat janë synimet? Po, nesër do filloj Final Four. Ne jemi shumë lumtur, ne jemi gati. Patjetër, kemi përballë një skuadra si Ignatia, nesër një skuadra shumë e mirë, kemi shumë respekt për Ignatia, nëse jam drejt tani se është hera 7, do lutem kundër Ignatia, domethënë neve e di edhe tap, jam sigur edhe ata di si mund të luajm, por ne jemi gati edhe jam sigur nga nesër çdo në ndeshje do vendoset një detaj. Domethënë ne jemi gati, çunat është rregull edhe do presim deri nesër në ndeshje. Duke marrë parasysh humbjet e fundit, keni menduar të ndryshoni diçka në formacion për të ndryshuar Doshta po, por ti e di, nuk mund të flasim tani shumë për gjërat taktik, por doshta po. Cilë do të jetë mesazhi juaj për lojtarët para kësaj faze finale, ku sigurisht luan Elbasani luan edhe në historinë? Lojtarët e di, ne jemi folur shumë, to 3-4 ditë, edhe ta e di për çfarë do luftojmë. Ata e di çfarë është objektiv klubit, çfarë është fanela Elbasanit. Edhe nuk do flasim shumë më mirë, do flasim nesër në fush, por jam sigur çunat do japim maksimum në fush, edhe pastaj mas në ndeshjes do zoti gjithë bashkë mund do festojmë pak, sepse nuk kemi vetëm një në ndeshje, kemi 3 në ndeshje në Final Four. Ndonjë preferencë tek ndërlesa vllazërisë sot apo? Jo, nuk shikoj kundërshtar, ne jemi përqendruar për puna jon, edhe kjo është situata.